أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وفقهنا في الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك على محمد وعلى آل محمد. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për çdo nimet dhe për çdo dhunti që na ka dhënë në mesin e këtyre nimeteve dhe në mesin e këtyre dhuntive, që ne këtu në këtë shtëpi prej shtëpive të Allahut Azza wa Jall. Lutem Allahun Azza wa Jall që na çoj bereqet në këtë mëxhlis dhe në këtë natë. Ta bëj këtë mëxhlis të bereqetshëm edhe këtë natë të bereqetshme për neve dhe për krejt muslimanët në mbar botë. Lutem Allahun Azza wa Jall që na falet, na mëshiroj neve, prindërit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët e gjallë të vdekur. Se lutem Allahun Azza wa Jall që të na shtoj diturinë dhe veprat e mira, të na jap nga të mirat e dunjos dhe të ahiretit dhe të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Allahumma amin. Sonte me lenin Allah të lodhi do të shoqërohemi me një hadith profetik, në një thënie të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën na transmeton Hakimin nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu Allah qoftë i kënaqur me të, dhe thon qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'idhuhu li rajulin. Ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke këshilluar një njeri të pranishëm, po i drejtohet me këto fjalë dhe me këto këshilla. Igtanim khamsan qabla khams. Shfrytëzoj 5 gjëra para 5 gjëra. Shfrytëzoj 5 punë, 5 gjëra, 5 nimete para se me marr 5 gjëra tjera e që të pengojnë pastaj në këto 5 para. Cilat janë ato? Thot shababak qabla haramik. Shfrytëzoje rinin tonë para pleqërisë. Wa sihhatak qabla maradik. Shëndetin tonë para smundjes tonë. Wa ghinaka qabla faqrik. Pasurinë tonë para varfërisë. Wa faraghaka qabla shughlik. Kohën e lirë para se më nxon. Wa hayataka qabla mautik. Edhe shfrytëzoje jetën tonë para vdekjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na drejtohet nëpërmes këtij hadithi atij sahabe, pastaj krejt ummetit, krejt neve. Po na drejtohet më së pari me shfrytëzimin e periudhës së rinisë, e që është periudha më mirë e çdo birit të Ademit. Ne konsiderohet si pranvera e çdo njonit. Rinia është pranvera e çdo birit të Ademit, kurse vjeshta është pleqëria e tij. Ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na drejton të përmes këtij hadithi që me shfrytëzue këtë periudhë kohore deri në maksimum. Sepse është periudhë e forcës, periudhë e fuqisë, periudhë e ardë. Se për shkak Allah azza wa jalla në ajet Kur'an nuk u thotë ju kemi krijuar nga dobësia mbadi da'fin quwwa. Prej dobësisë në forcë, në fuqi. Pra ka krijuar nga një pikë uji që dopt. Dhe pastaj kështu me dobësi kemi lind, me dobësi jemi rri derisa vjen periudha e forcës dhe e fuqisë. Pastaj min ba'di quwwatin da'fa. Pastaj gjithashtu, pas kësaj periudhe vjen edhe periudha apet e dobësisë, vjen periudha e pleqërisë. Andaj shfrytëzoje deri në maksimum këtë periudhë kohore.
Mandej thot pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, la tazulu qadam ibn Adam yawm al-qiyamati hatta yus'al an arba. S'kan për të lëviz komt e birit të Ademit ditën e gjykimit për pa u përgjigje në 4 gjëra. Çdo njëri i bijve të Ademit ka më u pyet në toje për 4 gjëra. Ato an hayatihi fima afna, për jetën e tina komplet, ku e ka harxhu. Prej lindjes deri në vdekje, do ketë pyetje në detaje. Prej lindjes deri në vdekje, ku e ke çu jetën tonë. Pastaj thot wa an shababi fima abla. Pastaj edhe për periudhën e rinis, ku i ka kaluar. Edhe pse kjo periudhë përfshin pyetjen e para, po ka më dhënë pyetje, ka më pyet për këtë jetën e tina. Ama për shkak të rëndësisë se ka kjo periudhë kohore, ka më pas një pyetje ekstra, vetëm për çet kohë për këtë periudhë kohore, ku i ka kaluar son. Në çfarë gjërash e ka kaluar? Punë të mëdha, punë madhore apo punë të kota? Pse ka me pas pyetje ekstra, se do kuptojnë më vonë, sepse më të vërtet një po të kuptojmë që është i përhapur në tekstin e rinia, se rinia është me muknaçe, me hangre, me pije, me veshje, me dalë, me sa. Një po të kuptojmë që përse do flok, më për këtë ka veçuar Allah Azza wa Jall pyetjen ditën e gjykimit për çdo njeri që të periudhë kohore ku e ka kaluar. Pastaj vazhdojnë me pyetjet e tjera për pasurinë ku e ka fituar dhe ku e ka harxhu, edhe për diturinë e tij se çka ka bë me ta. Kjo periudhë kohore vllazëri është më të vërtet një periudhë e ardhme, që ai i cili e shfrytëzon në hajër dhe në punë të mira deri në maksimum, Allah Azza wa Jall pastaj jep bereqet edhe në plotësinë e tina. Ebu Tayyib at-Tabari ka qenë një prej dietarëve, ndaj. Edhe ka qenë me talebet e tina, me nxënësit e tina, me nanie ka dalë shumë shëtit. Kur ka dalë në breg, para se me dalë ania, ka kthyer pe anisë edhe po ecën. Ka qenë i shtim mosh për mi 80 vjet, edhe talebet e kanë pas frikë. Drona e shih ka dalë se plaga për xhoxha në komën e diçka sen. Edhe çai thot që to gjymtyr kur i na kon 3 i kena rujt, nuk i kena çu ku Allah ka qenë i dhrum. Po i kena rujt vetëm aty ku ka thonë Allah Azza wa Jall. E si rezultat i kësajna, Allah Azza wa Jall na i ka rujt tash në plesiri. Dhe në këtë mosh po i gëzojna këto nimete, po dalëm me pongojna, po këtina pa asnjë problem sa ne. Pse? Në rini i ka rujt çu dohet, Allah Azza wa Jall ja ka rujt atina në plesiri. Andaj shfrytëzoni këtë periudhë kohore deri në maksimum, me të mira në punë të hajrit që Allah Azza wa Jall për mja urujt pastaj kur juve keni nevojë më shumëti për to. Nëse i kthehemi sahabëve që janë ërneku dhe modeli jonë më i mirë vllazëni, dhe që për çdo sen duhet të kemi ata pasqyr model, dhe për çdo gjë duhet t'ju kthehemi atyre. Nëse i kthehemi sahabëve dhe i shohim se kur kanë qenë 3 çysh kanë qenë sahabë, me çfarë idealesh kanë jetuar, cilat kanë qenë ëndrat e tyre, cilat kanë qenë ato synimet e tyre. E kemi shëmbëtyrën më të mirë Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair vllazni ka qenë një prej djelëve pasunik e që ka qenë i dalluar në shoqërinë e tina. Por nga garderoba të verës ja sillte nana e tina prej Yemenit. Kurse të dimrit ja sillte prej Shamit, ka Siria e sasme. Këtë teshat garderobën e ka pas marka, aton këtë i ka pas huja, jo vendore. Ka qenë i pasën, edhe ka qenë i dhonë mas garderobës, parfimat prej më të shtrejtit, sa që kur ka kalu pranë në ndonjë prej rrugëve të Mekës, e ka nditë që Mus'ab ibn Umair ka kalu së të pari. Pe aromës parfimit shtrejt që e ka pasane, që e kalon rrugës, e ka nditë që sot e ka kalu Mus'ab ibn Umair. I tillë ka qenë. Si i ri, kështu, sikur se këtë trita, që e ndrojë mu veshë, mu parfumose, me pas një kere, një garderobë, një telefon të mirë, një ato, nëse e shumë. Taman, që shumë këta trit king. Kur Islami ka dëvërtu në zemrën e tina, vllazni, kur imani ka lëshu rrojt në zemrën e tina, e ka ndryshu komplet Mus'ab ibn Umair. Pe një personit këtil,
që i dhon pas dynjas, i dhon pas epsheve, pas pamjes së jashtme, çush mu vesh mirë, çush mu duk mirë, çush mu parfumos, e sa kështu me radhë. E që edhe kjo nuk është kundërshtim me Islamin, nuk ka kur që të keqen se njëri veshet mirë, edhe sidomos trit, veshin marka, veshin tesha të mira, parfima për më të mira, nuk ka kur që të keqen, nuk është kur gjë marrësh me pas kerrin e mirë, me pas telefonin e mirë. Mirë po mos me qenë kjo ëndra e tina se me pas çto edhe me rrumë çdo, me shumë flet, me shumë ushue, me rreth shtyre me pas biseda. Jo, Musab ibn Umairi kishte kuptuar se Islami nga i kërkon diçka më shumë. Ja kish mbjell qëllimin në zemrën e tina. Edhe pse më pasaj kur u bë musliman, nëna ai filloi krejt ja ndaloi sunimete të mira. S'ka më tesha të shtrejta. Si bende mo as për Jemenit, as për Shamit. As parfima s'kish më të shtrejt. A u gajlos se o meri për këtë sene, jo. A e nditë dhe vetë në këtë që mo nuk i ka më të sene, jo. Pse e dinte që posedon diçka që është shumë me ashtaj sa krejt kjo. Ajo është Islami. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon Musab ibn Umairin në Medinë para se më shpërngu musliman. Ka qenë me këto termet bashkëkohore, ambasadori i Islamit në Medinë. Edhe shumë prej banorëve të Medinës e kanë pranuar Islamin para se me mri sahabët dhe para se me mri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse mo nuk e kishte këtë luks, edhe pse mo nuk e kishte garderoben, as nuk e kishte mo parfima të shtetit. Madje, kur ka vdek vëllazni, kur ka ra shahid Musab ibn Umairi radhiyallahu ta'ala anhu warda, kanë marrë sahabët, mase kanë pastru me çefinos, s'ka pas tesh tjetër, një tesh e ka pas ketë, një garderobe ka pas ketë. Saqë kur ja kanë mluë ftyrën, ju kanë zbulu komt. Kur ja kanë mluë komt, ju kanë zbulu ftyra. Prej një personi, pe marka, pe tesha më të shtrejta, po përfundon në diçka që nuk po përzon as me mbulu veten e tina. Saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur më ia fal xhenazën tha, mbulonja kokën edhe kurse ka mbulonja me do gjethe. Edhe kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ia fal namazin e xhenazës, e lexoi këtë ajet kuranor min al-mu'minina rijal, nga besimtarët ka burra, sadaqu ma ahadullah alayhi, që e kanë quë besën në vend cilën ja ka dhënë Allahu azza wa jall. Fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir. Disa prej tyre kanë shku, kanë vdekur disa prej tyre, presin në rënë për me çu amanetin e Allahut azza wa jall. Athullal, po t'ishte dhon Musab ibn Umairi pas garderobës, pas parfimave, pas do kishte regjistruar Allah azza wa jall në historinë e burrave të mëdha atë? Jo vallahi. Pa me punën dhe me sakrificën e tina dhe me shërbimin që kishte bërë dinit të Allahut azza wa jall në këtë kohë, duke i lënë këtë anash, këtë lukset e kësaj dynjajës, sot e kësaj dite përmendet emri i tina. E sot e kësaj dite thuhet Allah qoftë i kënaqur me të. E sot e kësaj dite bëhen dua për të. E sot e kësaj dite mohan derisa e ligjërata për të sene. Kurse këtë ata rinia e tjerë që kanë qenë shoqënia e tina në dhon pas garderobës, pas luksit dhe pas parfimeve, pas kësajna pas asajna, i ka harruar historia, asnjë nuk i njeh, kush nuk e din. As edhe kush e emnin, as kur ka përfunduar, as sa ka mosan, i ka shkel rrota e historisë. Kurse pse ky kishte ideale të mëdha, kishte kuptuar se nuk është jeta veç rinia veç mu vesh, as më parfumos, po kjo është periudha më e mirë e çdo njonit, e që këto do të më shfrytëzua atë ku ka thënë Allahu dhe i dërguari i tina, prandaj si thotë i kësajna, Allah azza wa jall e ka regjistruar emrin dhe historinë e tina komplet, sa të them nuk ka ditë që nuk përmendet. Nuk ka ditë që nuk thuhet Allah qoftë i kënaqur me ta. Allah e pas pranuar shahid. Nuk ka ditë që nuk bën derisa ligjërata ekstra veç për ta. Nuk ka ditë që nuk përmendet si model si yrnek për rinin muslimane. Si rezultati kujna se e kish kuptuar këtë periudhë kohore vllazni. E kish kuptuar këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj e shfrytëzoi deri në maksimum. Andaj si rezultati i këtij shfrytëzimi deri në maksimum, Allah azza wa jalla ja shpërblen këtë dynjë para se më ja shpërbly në ahiret. Kështu ishte edhe Ali radiallahu ta'ala, një djalë i ri, i cili kishte kuptuar Islamin, qysh në vëzhlinë e tina, qysh në rininë e tina. Saqë
në momentet më të vështira, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai shkoi dhe u shtri në kravatin e tina për ta shpëtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ali radiallahu anhu në këtë moshë vllazni e kishte kuptuar fort mirë që ajo që mos pakti, i kishte kushtuar. Ati me këtë gjest një dajak i mirë kështu, një tërrejme të mirë e kishte hangër prej mushrikëve të Mekës. Për shkak të kësaj hile që e ka shfrytzuar. U shu shtet në shtat pejgamberi asam që për me kuptuar që pejgamberi asam është në to, është shtritë edhe flajtur, edhe pejgamberi asam me dalë edhe me vazhdu punën dhe misionin e tina, kur erdhën dhe gjetën ato. Edhe pse e dinte fort mirë rrezikun e kësajna. Po e kishte kuptuar se çfarë kërkohet prej 30 musliman. E kishte kuptuar këtë periudhë kohore dhe mundonte me shfrytzu deri në maksimum për dinë të Allahut azza wa jall dhe në shërbim të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E shumë sahabë të tjerë vllazni, të cilët më të vërtet e kishin kuptuar këtë periudhë kohore dhe e kishin kuptuar këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj e shfrytzonin në punë të mëdha, në punë madhore. Jo në çefe dhe në teke, në garderobe, në parfime, edhe pse nuk ka kurrë të keq se mi pas se këto. Mirë, po jo me kanë ëndër e triut garderoba, apo parfimi, apo telefoni, apo vetura dhe keri. Po i ri musliman me pas idealet mëdha. Ato me shfrytzu këtë periudhë kohore, duke mësuar dinin e Allahut azza wa jall, dhe duke i shërbyer dinit të Allahut azza wa jall, sepse gjatë gjithë historisë ai boshti kurrizor i umetit kanë qenë të rinjet musliman. Fatkeqësisht shumë kriu vllazni, më të vërtet janë mbjellë në kokat e tyre se ata janë tri, edhe ata duhet me jetu jetën e tyre, s'është nevoja që mu merr fort me politike, me atane, me këtane, me lodh për çatë kokën sene se ka kohë ballë për të janë, është i ri, mund ka pak të studime të sene, qysh mu vesh, qysh me hangë, qysh me pi, qysh me dalë, qysh me shetit, me shfrytzuar deri në maksimum këtë periudhë kohore në çefe dhe në teke. Pa qëllime, pa ideale. Sa që njerë vllazni, një hoxh po i pyet kështu me një mezhlis me një nej për futboll. Pse ngajnë sa 22 lojtarë sa? Pse ngajnë 22 persona mbas një topi? Edhe çdo njëri po jep një mendim. Por kështu me shonu gole, me fitue, me aktane, me çdo njëri po jep atë. Punë t'ju tha, dini pse? Pse? Sepse topi është përmbrana është bosh, thot, ajër është ketë. Por ata dhe ngajnë edhe shqytojnë. Kështu ai njëri që është përmbrana bosh, nuk ka kurfar ideale, nuk ka kurfar synime, nuk ka qenë kurfar pike një jetë vetës anë, ka të qojnë epshet. Në djatë, në të majtë, sonte vitiri, nesër bajram, nesër në diskotekë, sonte e premte, nesër e shton, e kështu me ra, ka të qojnë epshet e tina, qefet dhe teket e tina. Ku njëri ka ideale, ku njëri ka qëllime, ku njëri ka synime, është ndryshe. Aja ka qitë disa pika veti. Edhe ai dën që të i arrin çdo pika veti, edhe ato punon dhe sakrifikon që për me arritë me realizuar çdo pika veti. Nuk është një sikur sa ai topi i thot pa kurfar misioni. Ai ri musliman ka synim në këtë botë, ka qëllime në këtë botë. E cëtë i synon që me i realizu, edhe punon dhe sakrifikon ditë e natë që me realizu ato. Ata ka thonë djetarë që njeriu peshon në peshore në burrave. Njëri nuk motet me killa, sa kilogrami ka, apo sa është i gjatë, apo çfarë muskull ka sen. Njëri motet me zemër, njëri motet me burni. Për ata, Abu Bekr radiallahu ka thonë që për Ka'ka, një për sahabe ka thonë, Sautul Ka'ka khairu min alfi rajul. Veç zoni i tina në luftë është më i mirë se sa 1000 ushtar. S'po flasim për veç zoni si zoni që e ka. Pse ai del prej zemrës, nuk del vetëm prej gjuhës. Çdo njeri prej neve duhet me marrë veten kështu. Unë sa peshoj. Çfarë peshe kam unë në dinë të Allahut azza wa jall? Çfarë rëndësie unë kam në dinë të Allahut azza wa jall? Andaj vllazi, me të vërtet këtë periudhë kohore, çdo njeri duhet ta ketë parasysh, e sidomos këta tri që po i shoh këto. Duhet ta ketë parasysh me kënd po shoqërohet. Sepse shoqëria e mira apo e keqe është ajo e cila e orienton qoftë për ka e mira, qoftë për ka e keqe.
Dhe më për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fen e shokut tina. Falyanzur man yukhalil. Le të shikon kush kanë po e shoqëron. Sepse njeriu është në fen e shokut tina. Le të zgjedh shoqërinë çdo njëri, posaçërisht ta tri që po i shoqëron. Largoni prej shoqënisë të keqe. Largoni prej shoqënisë dohanit, e të pashkollës, e të rrugës, e të qefeve, të tekeve. Shoqëroni me djelë të ri, shoqëroni me njerëz që kanë ideale, shoqëroni me ata që e kanë frikën dhe duron Allahut azza wa jall. Shoqëroni me ata që e kanë gojë dinin e Allahut azza wa jall. Sepse sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër kur i përngjan shokun e mirë dhe shokun e keq, thotë shoku i mirë edhe shoku i keq është sikurse ai i cili shet parfym. Personi që shet parfym, edhe personi që edhe farkatari. Shoku i mirë është sikur ai që shet parfym. Ose ka me ta dhënë hedije, ka me ta dhënë një hedije, sot që ti shkojsh atina, ta jep një hedije. Ose ki me ble prej tina, ose kur gjë të paktën bili aromë të mirë ki me sa të rresh ato, ki me shiju aromë të mirë. Kështu shoku i mirë. Ose ti jap diçka, ose ti merr për vetëm diçka prej tina, ose kur gjë veç neja me to, ka me kon hajr me lejen Allahut azza wa jall. Kurse shoku i keq është sikurse farkatari. Ose kam të dijek teshat, sa me zemër me zemër, ose kam të ronë në gat kam të dijek teshat, ose edhe nëse i pshon kësajna, atë aromen e keqe, jerin e keqe të asajna kimi pas dërën humsa. Kështu është edhe shoqënia e mirë dhe shoqënia e keqe. Andaj shoqënia është ajo që gjinit non stop, edhe në mira edhe në këqija. Edhe kur i ki punë të mirë, ka më të gjinë shoqënia, po edhe kur i gjithashtu në kriza, ka më të gjinë shoqëria. Por ata Hoxha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në momentet e fundit para ndodh vllazni. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ya am, o hoxha im, qul la ilaha illa Allah." Thuaj la ilaha illa Allah. Thuaj la ilaha illa Allah, kelime ahaju bi alaka inda Allah. Thuaj ti që me tonë me të ndërmjetësuese para Allahut azza wa jall. Momentet më të vështira vllazni ku po finalizohet fundi tina, ose në xhenet për gjithmonë, ose në xhenem për gjithmonë vllazni. Pejgamberi sa po i drejtohet dhe po i thotë: "Thuaj la ilaha illa Allah", shokët e tina që kish për rreth, i thanë: "Atarghabu an millati Abi Talib", apo e lën fenë të parëve tonë, po e lën fenë Abdul Muttalibit, po e lën fenë babës sana, të gjysha, po e lën fenë. Edhe në këto momente vllazni e zgjedhi fenë të parëve tyna, edhe përfundojnë në kufër. Kush kanë sebeb? Shoqënia e keqe valla. Këti kishin banat çto sanë. Andaj shoqënia e mirë, edhe në këto momente, që në momentet më vendimore për neve kemi nevojë për shoqëni që ta kujtojnë shahadetin. Jo shoqëni që kur vjen ato ta kujton telefonin apo kerën, ato ti kujton ato deteksia me to apo ti kujton gjunatën më katër, po ta kujton shahadetin. E që nuk i di ndoshta që ato momentet më kritike tuat kryjnë punë që kjo shoqëni e mirë dhe përfundon jetën me shahadet, dhe ai i cili përfundon jetën me shahadet, ai ka me kon prej xhenetive. Andaj vllazni përgjithësi, zgjidhni shoqërinë, në veçanti këta të rit këtu, zgjidhni shoqërinë prej tani. Përzgjidhni shoqërinë juaj sepse shoqëria ju është ajo e cila përcakton ardhmërinë tuaj, si në këtë botë, si në botën tjetër. Allahu na bëf prej atyre që ndikojnë për të mirë dhe na i përzgjedh shokët ya Rabbil Alamin. Përveç kësaj thotë pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam, shfrytëzoje shëndetin para varfërisë. Nëse dikujt për shembull na ka ikë kjo periudhë kohore e jetës tonë, na ka ikë rinia sana, që ndoshta nuk e kemi shfrytzuar sa duhet, ashtu siç na ka mësuar Allahu i dërguari tina. Gjithashtu po kemi një hapësirë dhe po kemi një mundësi tjetër. Thotë pejgamberi sa thonë shfrytëzoje ta shëndetin para varfërisë tonë. Se shëndeti vllazni, siç e përshkruajnë thonë është aja kurora, atë kurora të mbretërve, kurora mbi kokat e njerëzve të shëndosh. Se këto vetëm smurit e shohim, na nuk e shohim. Na nuk e dinë çfarë nimeti jena vllazni. Na nuk ja dina rëndësinë dhe vlerën çfarë nimeti shitojna. Vetëm ata të smurit na e dinë neve se çfarë nimeti, çfarë pasurish shitojna. Pra ata thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun kathirun min an-nas. Dy nimete
shumë prej njerëzve, jo pak shumë prej njerëzve ghubën në gjuhën arabe vjen me blerë diçka shtrejtë dhe me shit lirë. A kjo është dështim apo? Në biznes kjo është dështimi më i madh është me blerë diçka shtrejtë dhe me shit lirë. Çashtu e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për 2 nimete shumë njerëz kanë dështuar to. Në çfarë janë ato? Në shëndet edhe në kohë të lirë, këto nimete të shtrejta. E këto me quhen sa në pa vlerë, kjo është humbje vëllazni. Kjo është një pasuri e madhe që ka një vlerë të madhe, e me quhen punë të kota, kjo më të vërtetë është humbje. Ashtu sikur se ai tregtar që humb këtë biznes nëse vepron kështu çashtu, edhe na jena humb në këto 2 nimete, nëse nuk i shfrytëzojna në hajër dhe në punë të mira. Shëndeti edhe koha e lirë. Ata thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, kush zgjohet në mëngjes, e gdhin mëngjesi duke qenë shëndosh rahat, çohet, as i dhan përkon, as ka dhimbje, as ka të lash, as ka musibet, çohet mirë, shëndosh rahat në shtëpinë vet. Edhe është i sigurt në shtëpinë e vet, kur çohet, as nuk e bën mend se penjek dikush, ai ka diku na borx, ai ka prek diku na nder, a diçka sana, çohet rahat, alhamdulillah, është i past në këtë pikë, është i past në këtë fushë, si ka kërkuar ne kur gjë. Çohet shëndosh e mirë, çohet qet, pa asnjë problem. Si ka kërkuar na borx. Edhe ka, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka ushimin e ditës, ka çka me hungër çdo ditë, me hungër me pi. Ai dhe familja e tina, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya. Sigurisht me pas komplet këtë dynjë në dorë. Nëse i ki këto nimete, atëherë ti pasionik vëlla, ti milioner me peshorin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ti milioner. Çosh i shëndosh, s'dam kërkon, s'ki dhim kur gjë. Dhim të vogla aja sa as e bën më mirë, po nuk ki problem serioz, nuk ki smundje serioze. Çosh, nuk ki problem kërkojna. I sigurt shpinë tonë, sepse nuk i bë kërkojna keq asnjëherë, sa. Edhe ki çam hungër me pi, e çam u vesh. Por çfarë ditë, ti je pasionik i madh. Ti je milioner, jo ti je pasionik, po ti je milioner. Andaj vëllazë më të vërtet shëndeti është një nimet dhe një pasuri e madhe për cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh na ka thonë sallallahu al-afwa wal afia. Lutna Allahun azza wa jall që më ju falë dhe më dhon shëndet. Lutna Allahun azza më ju falë dhe më dhon shëndet. Fama uti ahadun khayran min ba'd al-yaqin khayran min al-mu'afat. Nuk i është dhon kërkujna pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk i është dhon kërkujna nimet më i madh pas imanit, pas besimit, se sa shëndeti. S'ka pasuri, s'ka nimet më të mirë se sa më të dhon pas imanit, sepse imani është numër 1. Imani është nimeti më i madh që krahasohet me asnjë nimet tjetër sa. E pas imanit, pasuria më e madhe, nimeti më i madh është shëndeti. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për çdo ditë e ka bëu këtë dua dhe na ka kërkuar edhe prej neve që me thonë atë në mëngjes edhe mbrëmje. Që është për dhikrit mëngjes dhe mbrëmje. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. O Allah, nga ti kërkoj falje edhe shëndet në dynjë dhe në ahiret. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wad-dunyaya wa mali wa ahli. O Allah, nga ti kërkoj shëndet për vete, për familjen time, shëndet trupor, shëndet fizik edhe shëndet shpirtëror. Shëndet mos më honi smut për smujës të trupit, një të me honi shëndosh edhe nga aspekti i zemrës dhe shpirtit. Nga me hon për i shëndosh nga sëmundjet e shirkut, e kufrit, e bidatëve, sa në shumë radhë. O Allah, Allahumma sur awrati wa amin rawati. O Allah, mbulë metat e mia, gjunahet e mia, mos më turpro para njerëzve sa. Wa amin rawati, edhe bën që të jemi sigurt në dynjë dhe në ahiret. Të jemi sigurt nga musibetet, nga fatkeqësia këtë dynjë, të jemi sigurt në ditën e gjykimit kur të dalim para te o Allah. Kjo është një pjesë dhikrave që na duhet të thonë për çdo ditë, mëngjes e mbrëmje. Me ja lyp Allahu edhe shëndetin, edhe fizik, edhe shpirtëror. Që të dyja kanë rëndësi. Edhe shëndeti fizik, po njëtë kohë ka rëndësi edhe shëndeti shpirtëror. Mos honi smut prej shirkiateve, e prej kufriateve, e prej bidateve, e që fatkeqësisht shumë të smundjen të përhapën me të madhe. Madje edhe në mesin e muslimanëve, madje edhe në mesin e të dhunve, Allah na ruaj. Andaj sare që për çdo mëngjes të mbrëmje, ta them këtë dua, ta them kështu me bindje dhe me zemër dhe me fon, jo vetëm thjesht fjalë goje, si dhikr, po ta kem parasysh duke lutur Allah edhe për 2 punë mëdha,
Me t'jap Allahu shëndet, edhe fizik edhe shpirtëror, kjo është punë e madhe. Atë do të më jap mëngjes edhe mbrëmje. Por kjo është shëndeti vllazëni. Dhe ashtu thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu min an-naf'i yawm al-qiyamati ay yuqalu lahu alam nusih jismaka wa nurwika min al-ma'i al-barid. Pe nimeteve, sepse vetë raportin e kam pyet në ditën e gjykimit është namazi apo? Kurse prej nimeteve për të mira, për dhuntive, sa një parë që kam më pyet ditën e gjykimit. Gjëja e parë që kam i thonë Allahu, kam i thonë, a nuk të kena dhënë shëndet? As kena vot shënosh. Edhe a nuk të kena dhënë ujë të pishëm, ujë të freskët. Kjo është pyetja e parë që na parashtrohet vllazëni. Për nimetin e shëndetit. E them që këtë nimet nuk e ndjejnë asnjëherë, po këtë na e ndjejnë vetëm të sëmurit. Transmetohet nga Ibn Munabbi, cili ka thonë që pasuria kryesore janë 3. Ni'matul Islam, nimeti i Islamit, kjo është numër 1. Wa ni'matul afia, nimeti i shëndetit, kjo është numër 2. Wa ni'matul ghina, edhe nimeti i pasurisë. Këto janë 3 pasurit kryesore të çdo njerit. Ai i cili posedon këto 3, ai është i pasur, ai është milioner me plot kuptimin e fjalës. Kush ka iman, kush ka shëndet, edhe ka një pasuri të mjaftueshme për to, wallahi me kanart pejgamberi është milioner me plot kuptimin e fjalës. Ne vllazëni këtë periudhë kohore, këtë shëndet, këtë nimet që na ka dhënë Allahu azza wa jall, duhet me shfrytzu deri në maksimum. Duke mësu dinën e Allahut azza wa jall, duke fal namaz, duke agjëru, duke bërë punë të mira, duke prezantuar në përdesën e ligjërata, duke shku duke vizituar të afërm e të smurit, e kështu me radhë, pra me shfrytzu deri në maksimum punë të mëdha, punë të mira, sepse sëmundja është ajo e cila më të vërtetë pengon njeriu prej këtyre punë të mëdha. Po nëse njeriu kur ka qenë i shëndosh, ka qenë i vazhdueshëm punë të mëdha dhe ka shfrytzuar shëndetin e tij në kësi punë madhore, jo e thjesht Allah i ka dhënë mirë atash veç ku me shku puqimet verore, dimrore, çish me hangë, çish me pish, me familje, me sana edhe duke anashkalu anash këtë dinën e Allahut azza wa jall. Qoftë nga aspekti i mësimit, qoftë nga aspekti i praktikimit, qoftë nga aspekti i thirrjes. Këtë nimet do të më shfrytëzojmë këto punë mëdha vllazë. Përveç se shfrytëzojnë atë në për familjen e për sana, në anën tjetër duhet më shfrytëzojmë rreth dinit të Allahut azza wa jall. Në gjitha aspektet, mas pari duke mësuar atë, duke gjithë kohë me lexuar, e me mësu, e me prezantuar në përdesë, e me vetë, e mu interesu, e le thonë anketona, e duke praktiku, duke ardhur në xhami, duke shpeshtu hapat në xhami, duke fal namaz, duke ja plotësu ato me namaze vullnetare sa në shumë radhë, me agjerim, e sidomos gjatë kësaj periudhe zimrit, ku ditët janë të shkurta, netët janë gjata, me shfrytëzuar këtë nimet të Allahut azza në punë të mëdha. Sepse nëse goditesh me dënispun atë pengohesh për historinë sana. Po nëse ti ke qenë i vazhdueshëm punë të mëdha gjatë shëndetit ton, Allah azza wa jall ka me ta shpërblyejë pastaj edhe kur ti ke pengesa, qoftë në aspektin e shëndetësisë apo qoftë në aspekt tjetër. Prandaj Abdullah ibn Mesudi një herë kur ishte pasmu, kanë shkuar me vizitu sahabët edhe janë nisë me kajt. E thon Abdullah ibn Mesudi jo ke kokë sahabe, po ka burrë zanë edhe në sprovë madhe, në sprovë vogël më mirë po kanë thotë, wallahi nuk po kaj për ata. Sepse e di që smuja është pastrim që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kaj që më kanë zonë, kur nuk im kanë i angazhuar punë të mëdha, që soi pi kajna. Se po ti shakon i angazhuar punë të mëdha edhe pse vjen smuja se më pas gojle, ama më kanë zonë nga flet. Se më kanë zonë punë të mëdha, që soi pi tuda. Se po ti shakon punë të mëdha pastaj që ka më asam, ku njeriu smuhet apo është udhëtar, Allahu dhe vazhdon edhe ja regjistron, ja shkruan punët e tina, sikurse me pakon i shëndosh edhe sikurse me pakon në vend. Ama kur neve angazhohemi gjatë kësaj periudhe kohore, kur neve angazhohemi në këtë nimet, Allah na ka dhënë shëndet, na ka dhënë tani të mira, me shfrytëzojmë çështë punë të mëdha. Pastaj kur kemi ndonjë pengesë anë, shpërblimin e kemi të njëjtë me lenin Allah azza. Ama me kush me kanë i vazhdueshëm këto. Tamam që tha Abdullah ibn Mesudi, kam frikë, po mërzitën për shkak se më kanë dhënë nga flet, se më kanë dhënë të angazhuar në punë të mëdha. Tregohet vllazëni që një artist egjiptas i është drejtuar Allah me këtë dua, no Allah, a mi këtë smujtë të dunjas, këtë çfarë ekzistojnë. Ama vetë më jep një 2 milion gjunej. Edhe unë i përballoj.
E kam fitur po ç'a do bësh me to atë? Edhe nuk ka pas as $2 milion, $2 milion gjenej as $2 milion nuk bën sana. Thot me gjysmën shërona, korona pe këtyn smuj edhe me gjysmë tjetër knasën ditën e mirë. Thuhet vllazin se ky Allah do le ka jap pasuri të mëdha. Nuk e artista që ka jap Allah dhe pasuri të mëdha. Jo $2 milion keni, po miliona ka jap sana. Ama Allah dhe ka sprovu me kancer edhe ka vdek në moshën 44 vjeçare. Pa pas mundësi që më u shërua dhe më u mjekua me para të cilat ja kishte lyp Allah. Allah i kishte edhe më shumë se çka ja ka lyp, ama i shkretë nuk përdin që shëndeti është më e mirë dhe më me vlerë sa pasuria. Vallahi shëndeti është pasuria më e madhe se sa pasuria, se sa parja dinari. Pasuria është nimet, shëndeti është pasuria e madhe, është nimet i madh. Allah i na dhash shëndet. Allah i na dhash shëndet në trup, në mendje, në gjitha gjymtyrët e trupit ja Rabbel Alamin. Tregon një hoxh vllazë, thotë më kujtohen gjatë periudhës time, thotë më kujtohen dy sene tepër interesante. Thotë para kam prezantuar një herë me një mezhlis ku janë certifikuar hafezat, disa talebe kanë kryer hifzën e Kuranit dhe janë certifikuar me hifz. Edhe kanë thirrë një hoxh të madh, një prej hafizave ndaj, por që ka qenë i verdh. Ka qenë i verdh. Edhe thirrën, e ftojnë në këtë farë mezhlis, në këtë farë ceremonie, edhe japin fjalën, e thot vetëm të 2 herë vllazë, vetë 2 herë në jetën time kum pas shefe që me i pas sytë edhe me pa. Do të jetës 2 herë këtë kum pas shef që me i pas sytë me pa edhe s'ka lyp tjetër sen. Kur thotë e para, thot kur e kum lexuar mas parë kur kum lexuar ajetin kuranor, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. A nuk e shikojnë se si është krijuar devja. Allah dhe le ka cilë si shembull devën e ka përmenë në Kur'an. Atë kisha pa sef me pa, më thonë Allah me më kthy sytë me pa këtë krijesë madhore që ka krijuar Allah dhe me meditur rreth saj. Kjo është një. E dyta, do të kisha pas sef që Allah dhe me kthy sytë me i pa këta hafeza, cilët Allah dhe ja ka mundsuar që me mësu Kur'anin për përmendsh, atë kurs kisha dashur të thënë. Para mendo, vetëm këty 2 sene kish pas sef që me i pa sytë. A neve Allah dhe na i ka dhënë sytë, e shohim ditë e natë, e shohim të mirat e Allahut Azza wa Jall, edhe rrallë na vjen mend me thonë elhamdulillah që Allah dhe na i ka dhënë këta sy. Edhe rrallë na vjen mend që me i angazhu këta sy në punë dhaja, në punë vogla. Që sa është puna e synit vllazë. Është një pinimet të dhaja, është një pasuri të dhaja, është një që nuk ka parë që ta paguon këtë nimet të Allahut Azza wa Jall. S'kena asnjë cent për to. Allah na ka ndëruar ndër këtë nimet vllazë. Këto dhunti me sy, e me vesh, e me trup, e me durë, me këtë shëndet që na ka dhënë Allahu dhe ta shfrytëzojmë punë të hajrit. Këta sy që i kemi ta shfrytëzojmë duke lexuar fjalën e Allahut Azza wa Jall, duke lexuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lexuar libra fetare. Këto veshën e ka dhënë Allahu Azza wa Jall, ti shfrytëzojmë duke ndëgjuar fjalën e Allahut Azza wa Jall, ndëgjuar derse, e ligjërata, e punë të mira, e mos të çojna në punë të kota. Mos të çojnë në haram, mos shikojnë në haram, mos ndëgjojnë në haram, mos hetën në haram, mos veprojnë në haram. Ti ruajmë këto nimete në gjëra të cilat na ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj urdhon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thonë, pasi ta shfrytëzoj rinim para pleqërisë, shfrytëzoj shëndetin para sëmundjes, shfrytëzoj pasurinë para vdekjes, para fukarallahut, varfërisë. Fillimisht vllazë, Islami si e trajton pasurinë? Qysh e shikon feja jon pasurinë? Nga aspekti negativ apo nga aspekti pozitiv? Dini ju vllazë, pasurinë e shikon nga aspekti pozitiv. Dhe asnjëherë nuk e trajton atë nga aspekti negativ. Madje nëse ju kthehemi sahabëve që thash, ata janë modelet e irneku ynë në gjitha fushat e jetës. I gjejmë nga mes tyre që kanë qenë pasunik. Ebu Bekri ka qenë pasunik me plot kuptimin e fjalës. Ka qenë një biznesmen të mëdhaj. Uthmani radhiyallahu anhu ka qenë pasunik i madh. E shumë tjerë. Madje kanë qenë edhe pejgamberët, kanë qenë mbret, kanë qenë ministra, kanë pas pasuri të madhe. Sulejmani alayhis salam, Yusufi alayhis salam
Krejt këta kanë qenë biznismena, kanë qenë pasunik të majtë. Mirë po, a i ka pengu ndajherë pasuria e tyre ndaj dinit Allah asnjëherë. Madje sa që është kërku prej tyre, nëse është kërku që me dhonë komplet pasurinë e kanë dhonë pas një problem. Pse? Sepse e kanë ditë se pasuria është një emanet cilën Allah na e ka dhënë. Dhe dhuruesi sonë është Allah, nuk është merit e jona. Edhe nuk është kjo pronë e jona. Andaj Sulejmani a.s. thuhet që ka qenë i dhonë pas kuajve, ka pas qef me nga kuaj. Njëherë, duke lujt me kuaj, duke kalu kohën me ta, duke nga ata, i ka ik dhikri i mbromjes. Jo namazi, jo ndonjë punë e madhe, po dhikri dhe tjerë dhikri që bëran mëngjes dhe mbromje, u mashru mas tyne dhe i ka ik. Ka kalu koha, ka hi akshom për pa e bo dhikrin e mbromjes. 100 kuaj komplet për me njëherë i ka thirë kurban. Vetëm se e kam penguar nga dini Allah të azhjal. Vetëm se e kam penguar nga veprat e mira. E ato ka qenë thjesht vepra vullnetare, jo obligative. Nuk po flas se ka ndalu, ja ka hub namazin, ja ka hub dhikrin. A kështu ishin e kishin pasurinë në dorë e jo në zemrat e tyre. Kur njeriu e ka pasurinë në dorë, ai menaxhon atë, ai sill ka don. A kur pasuria është në zemrën e tij, atë pasuria është ajo e cila e menaxhon ato. Pasuria është ajo e cila e dirigjon ato sa. Andaj Islami mas pari nuk e shikon asnjëherë pasurinë nga aspekti negativ, përkundër nga aspekti pozitiv. Mirë po, Islami na mëson disa gjëra që shumë njerëz nuk e dinë. E para është se pasuria është pronë e Allahut azza wa jall. Prandaj kishin pa thonë një çoban, një bari kishte një tuf dele, edhe po e pyetin, ku na kjo tuf dele? Ja se u shpreh, ka thonë, e Allahu tek unë. Kjo është pe Allahu të thënë, mirë po unë kam shfrytëzim tash. Unë po shfrytëzoj. Allahu më ka dhënë shfrytëzim këtë punë. Andaj pasuria vazhdimisht është shfrytëzim. Neve Allahu na ka dhënë këtë shfrytëzim. Ata është amanet, e që duhet me rujt këtë amanet së sytë e vallit. Me ditë se ku po e çojna, ku po e harxojna. Me ditë çysh me menaxhu atë. Andaj Allahu thotë pejgamberi sa të shfrytëzoje pasurinë. Ka dhënë Allahu azza wa pasurinë. Ka dhënë të mira. Di mëso çysh me menaxhu atë tamam islamske. Di që ku po çon, ku po vetëm mas pore dhe ku po çon s'dyti. Shfrytëzoni pasurinë tuaj në punë të mëdha, punë të mira. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu al-'abd at-taqi an-naqi al-ghani. Allahu e don robën e tij i cili është i devotshëm, është i pastërt dhe i pasur. Tri punë mira. Me qenë i devotshëm, me qenë i pastërt, un gentleman, me plot kuptim fjalë, po njëri punë me qenë edhe i pastër. Allahu e don kështu me qenë robën e tij. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih lir-rajuli salih. Sa nimet i mirë është pasuria e mirë tek personi i mirë. Ka pasuri e mirë halal. Edhe gjithashtu kjo me kon dorë të një njeri të mirë, kjo nuk ka si thonë për Islami. Kështu e trajton Islami pasurinë. Diçka nga aspekti pozitiv, njëtë kur na mëson se çysh na duhet me shikuar atë, duhet me shikuar si një huazim, si një amanet që na ka dhënë Allahu azza wa jall, edhe për cilën kena më u pyet kur dalim për Allah, që sa pejgamberi son hadithin që përmendëm në fillim, që nuk kanë për televizor kom të birit të Ademit, për pa u përgjigjur në 4 pyetje. Për jetën e tina, për rininë e tina, për pasurinë, ku e ka fituar, po edhe ku ka harxhuar. Jo vetëm ku e ka fituar Allah, po njëtë ku edhe ku e ka harxhuar. Për çdo cent, a ka harxhuar në vend duhur apo jo? A ka harxhuar në masraf apo jo? A ka harxhuar në mira apo jo? Andaj, kur njeriu e din që pasuria është një amanet, atëherë e ka parasysh që është i obliguar që me pastru atë çdo herë duke ndjerë zakatin. Edhe zakati vëllazë është aja që pastron dhe aja e cila e zhvillon pasurinë e muslimanit. Zakati vëllazë për ngjan, e keni pasur pemt kur krositën, kur i kanë kohë të veta në për virtën pranverë. Kur ti krositën ato duket që komplet pemë ron tokë, po. Çdo shumë i krositin nga njëra, ata që dinë, duket që komplet pemë ron tokë. Amo mos me i krosit në të kohën e duhur, kur është vjetë apo në prajme kur i kanë, nëse nuk e jep që thar krositin, nëse nuk e qëtë shumicën tokë, nuk ka me jep fruta.
Andaj çdo është edhe zakati. Ty duket që ke parë po pakson pasurinë tonë edhe. Apo i keni 1000 euro jap 100 euro duket që pakson, që ke parë duket që pastrohet san. Po zvoglot ajo. Ama vallahi çaja është ai i cili jep bereqet. Çaja është ai i cili jep fruta asaj. Andaj Allah kur ka fol për zakatin edhe për riban ka thonë yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Allah e azgjeson riban edhe ngritë shumën sadaqat. Kurse me matematikën tonë kamata e rrit pasurinë apo merr kamat bën parë. Duket që ke bën parë. Jep zakat, jep sadaqat duket që po e pakson. Kështu me matematikën tonë. Kurse Allah thotë që këto ne azgjeson, këto ne rrit. Edhe ajo që ka thonë Allah ka për të realizuar. Jo matematikat e tona. Andaj muslimani është i kujdesshëm që nga pasuria e tij me ndir çdo herë zakat. Madje përveç zakatit që është obligativ, gjithashtu e pastron pasurinë e tij dhe rrit e kultivon atë duke jep edhe sadaka, sepse sadakaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk e pakson pasurinë, përkundërveç që ashton atë. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është betu ka bo be, edhe pse s'kish pas nevojë. Do mjafton të vetëm na tregu që sadakaja nuk e pakson pasurinë. Mirë po për të na larguar neve çdo fije dyshimi. Është betu dhe ka thonë që nuk e pakson sadakaja pasurinë. Gjithashtu nga pasuria e tina përveç zakatit dhe sadakas, ai edhe shtron dreka dhe darka, qoftë për të varfër, qoftë për të afër, qoftë për shokët për miq, sepse kështu na ka mësuar dini Allah dhe kështu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për fjalëve të para me të cilat kur ka hyrë në Medinë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ya ayuhan nas o ju njerëz at'imu at'am jepni njerëz me humor shtrani dreka dhe darka edhe aty që kanë nevojë aty që kanë nevojë shokut mikut e kështu me radhë nuk është patjetër me kon fukara mund është edhe pasionikët me shtudej mi po shtrani dreka shtrani darka jepni njerëz ushqim me humor at'imu at'am wa afshu salam shpërdoni selamin prapë selam përshëndetni me selam me ata që jeni ata që jeni ka isharete që çort muslimanë njeh se ne selam aleikum prapë selamin Wasilul arham, mani lidhet familjare farafisnore. Vizitoni, shkon bëni vizita, telefonata, SMS-a me kështu me radhë sana. Mani mos i shkruani lidhet familjare, mani lidhet familjare. Wasallu bin leili wan nasu niyam, edhe fal namaz natës. Bëni shprehje me fal ka pak namaz natës, tadkhul jannata bisam keni me hin xhenet me selamet me lein Allah azza wa jall. Gjithashtu përveç zakatit, sadakas dhe shtrimit të drekave të darkave, muslimani edhe e praktikon edhe çështën e hedijes. Jap hedije shokut, mikut, të afërmit, sepse kjo është ajo e cila e shton dashurinë në mes muslimanëve. Shkëmbimi i dhuratave, hedijeve është ajo që i afron zemrat vllazni, ajo që mbjell dashurinë në mes të zemrave besimtare. Andaj shkëmbëni dhurata, qofshin ato simbolike, me të afër, me prind, me shok, me mes, me sene, bëni shprehi në dhuratë vogël, një parfum, një kemek, një diçka e sene. Shkëmbëni dhurata sepse këto i kanë anë pozitive me lenin Allah azza wa jall. E gjithashtu muslimani është i kujdesshëm vllazni edhe që nga pasuria e tij që mundu që çdo herë me lënë sadaka që është rrjedhse. Muslimani nuk mendon që vetëm me bë vepra të mira sa argjall, po ai synon që me bë vepra të mira që edhe me qenë ato të vazhdueshme edhe pas vdekjes së tij. Që gjallëgaria në kontën e tij me vazhdu edhe pas vdekjes së tij. E sadakaja më mirë, që është rrjedhse vllazni sidomos në ditësot është hapja e puseve dhe bunareve, por shumë vende që janë në kriza, shumë vende vllazni kanë nevojë për ujë, nuk kanë ujë të pishëm. E që sot alhamdulillah shumë prej shoqatave, shumë prej njerëzve prej taleveve sana e kanë hapë këtë mundësi për ju ndihmoj njerëzve për ja lehtësoj njerëzve që kush është interesuar që me hap puse bunare në vende që janë në kriza, le të urdhërojnë atë hulumtoni, lëvni dhe kërkoni, sepse më të vërtetë kjo është një punë madhore. Që është obligim që muslimani nga ajo që ka dhënë Allah dhe me dhënë, sadakaja më e mirë është ujë, sadakaja më e mirë është ajo që është rrjedhse, andaj mos kurseni këtë drejtim vllazni. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzoje kohën e lirë para se më nxon. Koha e lirë vllazni është një nimet që përmendëm në hadith e mëhershëm që është një nimet vëllai që shumë njerëz nuk ja dinë vlerën. Andaj pejgamberi shfrytëzoi që po na mëson që ai i cili ka kohë për një diçka le të shfrytëzon deri në maksimum para se më nxon. Madje thot ai i cili e ka një fidan në dorë, edhe kiameti është u bë. Kiameti është u bë, peshe me sytë që kiameti veç ka filluar. A ky ka një fidan në dorë, ka një pemë, një diçka, thot le të mbjell. Çfarë do bie kopi sa kiameti po bot? Çfarë do bie kopi kësaj atë?
ka dobi. Kështu muslimanët me kanë. Jepet mund të ka një kohë të lirë. Allah ja ka dhënë një kohë të lirë. Qoftë çfarë do mundsi, çfarë do kohë e lirë, qoftë nga puna, qoftë nga ajo tani, le të shfrytëzon punë të hajrit. Le të shfrytëzon në vepra të mëdha, në vepra madhore, para se më nxon. Sepse asnjëherë vëllazë nuk vazhdojnë nimetet. Asnjëherë nuk është njëri i shëndosh, asnjëherë nuk është njëri i pasur, asnjëherë nuk është njëri i lirë. Çdo kjo jetë është me batica zbatica. Kjo jetë është me probleme. Mirë po, ato që të kallon shfrytëzoj deri në maksimum. Të kallon një kohë e lirë, ki një kohë të lirë. Sidomos rinia, sidomos natrit, ku nuk kanë përgjegjësi, nuk kanë probleme, nuk kanë gale, nuk kanë hallë, nuk kanë telashe. Sa njëri sot për shembull i martuar që është i moshuar me sane, e ka honor që më mësua shurat e Kuranit. Apo më mësua hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo me bë ato, apo me bë këto, mirë po se ka kohë, nuk e ka këtë luks anë. Kurse ju e keni këtë luks, e keni këtë mundësi. Shfrytëzoni deri në maksimum. Sidomos më mësu fjalën e Allahut azza, që është fjala më e mirë. Sidomos më mësu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mësoje shfrytëzoj këtë kohë namaz. Sidomos me kon namaz i rregullt, namaz obligative, madje shumoje e thonë edhe në namazet vullnetare. Shfrytëzoj këtë kohë para se më nxon, para se më tor obligime të tjera, para se më gale të dashur të tjera, e ki honor që më pas kohë dhe mundësi që më mësu shkruajtë e Kuranit, po nuk jepet kjo. Andaj shfrytëzoje këtë rast edhe këtë moment. Dhe fundi vllazë sepse uzat pak mirë, po është më të vërtet një prej haditheve që e përfshin jetën e besimtarit këtë komplet. Andaj edhe nga frika se mos nuk po kem mundësi prapë që mi përcjell këto këshilla deri te kjo, mundova që mundohesha në pika të shkurta që me përtaku këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me shpresë se do na bëjnë dobin këtë botë në botën tjetër. Po këshilla e fundit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë edhe shfrytëzoje jetën tonë para se me të ardhur vdekja. Para se të me të ardhur me leku i vdekjes, shfrytëzoje në punë të mëdha, në punë madhore. Allah na bosh prej atyre të cilët i shfrytëzojnë këto nimete. Qoftë aja rini, qoftë aja shëndet, qoftë aja pasuri, si edhe jetën komplet ndihmë të Allahut azza wa jall në punë të mëdha. Ne lutim Allah na dojë që dalim nga kjo botë faqebar me fjalën la ilaha illallah, dalim të falur dhe të pasuar nga gjunat dhe mëkatet. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allah i shpërblet, Allah i ndërvlas.